duke u marrë me punët të cilat nuk na përkasin. Sot kemi bërë që me korreshtjen tonë edhe me kohën tonë të tepër që e çojmë poshtë, duke ju dhënë vëmendje njerëzve në rrjetet sociale, duke i dhënë vëmendje, duke i dhënë shikim, domthonë në shikueshmëri, edhe duke i dhënë pëlqime, sot ata me këtë çumje poshtë kohës që e bëjmë na, po arrin mu pasunu, po arrin me dal në krye të shoqërisë, edhe po arrin gjërat e kota dhe të pavlera mi paraqit me vlerë. Pse se ka vë parë? Ka i ka marrë të parë, ja kemi dhënë na me gafletin ton, duke u marrë me hajt tash çka po bën. Hajt tash çka po fol. Hajt çka pas ka bëj çka. Hajt çka po na rën çka. Subhanallahu. Edhe i themi po na rën edhe prapë shikojmë, edhe japim një shikim aty, një klik, një shtypje, edhe pastaj ai prish tyre po pasunohet, po bëhet lider dhe po ja servon kësaj shoqërie diçka që është e kot, po ja servon si vlerë, edhe pastaj merru ti me shoqërinë. Merru me njerëzit për me i tregu se këtu janë të kota, pse ka arrit me bë parë, pse ka arrit me bë famë. Fama sot nuk është tregues i ndershmërisë. Parja nuk është tregues i ndershmërisë, edhe pse ka shumë njerëz me famë të ndershëm dhe me parë të ndershëm, mirë, por nuk është kriter. Allahu na drejtoft, Allahu na përmirësoft, Allahu na mësoft me me punët tona, me punët të cilat na përkasin, të cilat na ndihmojnë në jetën tonë, në gjallënin tonë, në familjen tonë dhe fetarin tonë, na bojnë nder këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mësof mu largu prej punëve të cilat nuk na sjellin kurrë dobije, po që na sjellin dëm, humbje kohe, edhe na dëmtojnë edhe në botën tjetër. Qulu ma sami'tu astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.